A keni pas ju oferta, zotëri Rexhepi, për të kalu kundrejt Vlenit? E thash disa herë, e thash më herët, edhe gjatë vitit, disa herë ka pasur kërkesë prej subjekte, jo, s'flas për Vlen, flas për qeveri. Sa unë konsideroj që subjektet politike në Vlen e duan interesin kombëtar. Askush mund të amohoje këtë të drejtë të duan, nuk kanë kapacitet për të mbrojtur. Kjo është fatkeqësia. Mund të akuzojmë ne për tradhtar ku diçar, jo, në asnjë rast. E duan interesin kombëtar, po s'kan kapacitet për shkak mungesës së legjitimitetit aty ku janë. Po të kishin pas legjitimitet, ndryshe do kishin mund të funksionojnë në mungesë legitimitetit. Legitimitetin u ka marrë VMRO-ja dhe ai i mba ashtu siç i mba. Ka pas oferta, ka pas thirrje, por nuk kam pranuar asnjëherë as të ulim të diskutoj ato çështje dhe çdo herë çdo ofertë kemi diskutuar në kuadër të frontit për cilin do subjekt politik që është folur.